Nëse unë vdes, dua një vdekje me zë të lartë. Izraeli vret vetëm pak ditë para dasmës fotoreporteren e Gazës, Fatmira Hassouna, e cila kishte dokumentuar luftën në Gaza për 18 muaj dhe ishte subjekti një dokumentari të ri. U vra së bashku me 10 antar të familjes së saj. The Guardian raporton se si një fotoreporter e re që jetonte në Gaza, Fatima Hassouna, e dinte se vdekja ishte në pragun e saj, ndërsa kaloi 18 muajt e fundit të luftës duke dokumentuar sulmet ajrore, prishjen e shtëpisë së saj, zhvendosjen e pafund dhe vrasjen e 11 antarëve të familjes. Gjithçka ajo kërkoi ishte që të mos lejonte të shkonte në heshtje. Nëse unë vdes, dua një vdekje me zë të lartë, shkroi Hassouna në rrjetet sociale. Unë nuk dua të jem thjesht lajmi i fundit ose një numër në një grup. Dua një vdekje që bota ta dëgjoj, një ndikim që do të mbetet në kohë dhe një imazh të përjetshëm që nuk mund të varoset nga koha apo vendi. Të mërkurën vetëm disa ditë para dasmës së saj, 25 vjeçaria Hassouna u vra në një sulm ajror izraelit që goditi shtëpinë e saj në Gazën Veriore. 10 antar të familjes së saj, përfshirë motrën e saj shtatzan, u vranë gjithashtu. Ushtria izraelite tha se kishte qenë një sulm në shinjestër ndaj një antarit Hamasit të përfshirë në sulmet ndaj ushtarëve dhe civilëve izraelit. 24 orë përpara se të vritej, u njoftua se një dokumentar që fokusohet në jetën e Hassouna në Gaza, që nga fillimi i ofensivës izraelite do të debutojë në një festival francez të filmit të pavarur që shkon paralel me Kanën.